Besim Drejgjoni, një prej emrave që bën pjesë në listën e cila do t'i çohet kuvendit për votim për avokat të popullit, akuzon dy forcat e mëdha politike, Partinë Demokratike dhe atë Socialiste, se po bëjnë një lojë të turpshme. Drejgjoni, drejtuesi i Unionit të ish-të-përndjekurve politik, i bëri thirrje kryedemokratit Sali Berisha që të vendosën se është ose jo me antikomunistët. Sipas Drejgjonit, dy forcat e mëdha politike po e bëjnë lojën e fshehtë për të vendosur Endri Shabanin në krye të institucionit të avokatit të popullit. Tu vi turp dhe turprohi para shqiptarve që mas 30 vitesh kandidon një antikomunist për avokat populli dhe ju bani lojën e Kim Philbit viteve 50, kur dënoheshin shqiptar antikomunist në përmjet kësaj agjenture anti-shqiptare. Dhe sot historia përsëritet. Sot dy partit kryesore kanë një urrëtie ndaj antikomunizmit dhe sot bëjnë lonjat të ndyra dhe që avokatin e popullit mos t'i apim shtres antikomuniste, po t'u apim shëbetorve, langarazhve dhe lapangjozve të ideologjisë komuniste. Ne nuk kemi nevojë për poste, ne nuk kemi nevojë për tituj. Titujt i kemi la me gjak, i kemi la me nder. I bëjnë thirrje doktor Berishës. Sot është dita të tregësh veten. Je me antikomunizmin apo je me komunizmin dhe bën propagandë antikomuniste. Tani nga informacionet sigurta, mazhoranca dhe Partia Demokratike po bëjnë një lojë. Duan të pranojnë që 6 kandidaturat që kanë dhënë firma deputete PD-s pa pikë përgjegjësie i kanë dhënë firma dhe Endri Shabanit, kryetarit Partisë Komuniste, u kanë dhënë firma individëve që s'kan asnjë kontribut për Partinë Demokratike dhe duan me çdo kusht ta kalojnë heshtje dhe të kalojnë 6 kandidaturat për votim në parlament. Kjo është turp, kjo është shkelje ligji. Duhet t'i siguroj Partinë Demokratike se shtresa antikomuniste nuk ju kërkon lëmosh, përfaqëson 40% popullsisë shqiptare antikomuniste dhe ju keni të drejtë ta votoni. S'ka turp më të madh parlamenti në korrik të 2025-s më ka hek të drejtën për të votuar si kandidat për avokat populli. Deklaratat në Drejgjoni i bëri nga malësia e madhe gjatë një aktiviteti me ish-të-përndjekur politik, ku nderuan familjet e kësaj zone të cilat dhanë një kontribut të çmuar në luftë kundër regjimit komunist. Deklarata e tij vjen pak orë përpara se Komisioni i Ligjeve të miratojë listën e kandidatëve që do t'i dërgohet seancës plenare për votim.